Pra faktohet që unë kam marrë telefon dikë, por ky fakt nuk mund të provoj vepër penale. Sepse duhet të kesh edhe prova të tjera që lidhen me njëra tjetrën dhe thot po zotri, ky ka bërë vepër penale. Por te USB-ja ke çfarë? Fakte. Telefonata thoni ju po, të zbardhura, ndoshta edhe audio. Por të zbardhura, pse është fakt? Quhet fakt ky. Çfarë është fakti? Sjellje njerëzore apo akte shkresore që të tregojnë fakte. Por nga faktet nuk shkojnë te prova. Ose mundet të shkojnë, po edhe sikur të provohet që këtu kanë pas komunikime, duhet keni parasysh ju që duhet shkojmë tek prova penale, që provojnë që nga këto faktet ka ardhur rezultati i veprës penale. Jo kështu si mendon Spaku që a e fut USB aty dhe do bëjmë diçka. Është e vërtetë që zonja Balluku nuk duhet të bjerë në djeni me këto çfarë kanë brenda këto dokumenta, fakte që ju thatë USB-ja, pra vetëm antarët. Edhe ata normalisht do jenë pak telefon pa gjë aty se kanë certifikatën e sigurisë nuk duhet flasin. Apo duhet një jetë zonja Balluku? Vërteta është që tani mos ta komplikojmë, ta mbajmë këtu ku e kemi dhe thjesht duhet të presim dhe duhet të kemi faktorin durim në pritje. Ju intuita nuk ju mungon avokat. Do të paraqitet edhe avokati ose vetë zonja Balluku për të shfrytzuar të drejtën procedurale e drejtës për të dëgjuar. E drejta për të dëgjuar është e drejtë, pra nuk është një detyrim, por në aspektin procedural është detyrim që personi duhet të ftohet për të dëgjuar. Në rast se personi nuk e aplikon aplikimin e të drejtës për të dëgjuar, duhet të keni parasysh ju që zonja Balluku do ta ketë për shembull në aspektin juridik të lehtë situatën, sepse është në varësi gjithmonë të 83 mandateve që falë zotit Altin Dumanit, Partia Socialiste arriti rezultatin spektakolar. Si përfundim? Në cilin aspekt? Në aspektin e raporteve, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike mund të votojnë pro. Komisioni edhe PS-ja siç ka bërë për gjitha figurat, mund të thotë po. Atëre, i nderuar, duhet të kesh parasysh diçka. Sot është po shqyrtohet apeli për zonjën Balluku. Apeli është pozitiv jashtë loja, avokat. Tani e ka kushtetuar. Zonja Balluku aktualisht zonja Balluku është zëvendës kryeministre? Po. Po. A peti ndonjë dorëheqje, të jepet ndonjë dorëheqje për moralin? Jo. Jo. Pena i reagim kryeministit që thoshte unë do ta shkarkoj? Jo. Jo. E po çfarë thotë atëherë çfarë do bëhet me komisionin e rregullore të mandateve? Ai po thoni që komisioni do bëhet show. Sepse Edi Rama duhet të falenderoj Altin Dumanin. Jo, avokat, ka dhe një skenar tjetër, avokat. Pse duhet ta falenderoj? Më dëgjoj mua, pse duhet ta falenderoj? Sepse edhe zoti Altin Dumani, edhe zoti Dritan Prençi kanë punuar me një logjik politike se si të godasin në mënyra të ndryshme qeverinë në sy të publikut. Se kush është beteja? Beteja është që publiku të bindet që ekziston drejtësia. Avokat, vetëm ju e mendoni këtë, avokat, edhe opozita e falenderoi prokurorin. Doktori dhe avokati nuk ja uroj askujt, por mos përfundoni te kjo drejtësi e cila është më e keqja në kurrë në historinë e këtij kombit. Nuk ka ardhur një drejtësi e tillë që prokurorët urdhërojnë gjykatësit. E them për çdo qytetar, ta kuptoj. Avokat. Se zoti partia me të mbrojt. Nëse te Velieri shkoi ku shkoi? Dabë dhe Dumane. Dhe nuk është e çuditshme kjo? Avokat. Nuk jam ata i Partisë Socialiste, po tisha, do të thënë, shikoj, diçka nuk po më shkon mirë se manuali që ka njëjtë. Nga 1944. Avokat, tani që çështje vazhdon dhe ne do të flasim prapë. A do dalë USB-ja apo jo, po më jep një koment për Metën. Meta sa mund ta implikoj